Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem me emrat e Tij të bukura dhe me atributet e Tij të larta, na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Allahut i lutem që të jemi për atyre njerëzve që e njohin vërtetën dhe e ndjekin dhe pasojnë, dhe e njohin të kotën, të pavërtetën dhe largohen prej saj. Allahut i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne dhe jo argument dhe dëshmi kundra nesh. Në Zotin madh që të jetë ndër veprat më të mira që do të paraqesim te Allahu në botën tjetër. Amin. Atëherë po filloj me pyetjet, të cilat janë të rezervuara, po nëse vëllezërit e motrat kanë pyetje këtu, mund të na i sjellin, s'ka asnjë problem. Ne marrim abdes në banjë sepse kështu janë kushtet. A është i pranuar abdesi? Abdesi është i saktë. Është i pranuar apo jo? Atë e din Zoti, po nëse ne i bëjmë veprat ashtu siç duhen bërë, veprat konsiderohen të sakta dhe inshallah të pranuara, pse jo? Pra ne pyesim, a është e saktë apo nuk është e saktë? Pastaj e pranuar apo jo? Besojmë se çdo gjë nëse bëhet saktë, duke plotësuar kushtet dhe duke realizuar shtyllat, duke bërë obligimet e të kështu me radhë apo sunet, po edhe sunetin gjithashtu nëse janë mundësitë për t'i bërë, adhurimi është i saktë. Në këtë rast, abdesi, nëse merret në banjë është i saktë, edhe pse ndoshta njeriu nuk përmend dot emrin e Zotit, për shembull thon bismillah, po e thot me mend, pra e mendon, edhe me kaq mjaftohet. Ka marrë vesh se nuk është mirë të merret abdes me ujë të ngrohtë, o sa më i ftohtë, aq më mirë. Jo, nuk ekziston kjo. Nuk ekziston. Njeriu të bëj kushtet më të mira të mundshme për abdes, për gusl e kështu me radhë. Pra fetarisht nuk ka problem se si është temperatura e ujit, nuk ka asnjë lloj problemi. A mund të jetë më e mirë me kuptimin më e shnetshme? Okej, mund të jetë më e shnetshme që ndimër të merret me ujë të ftohtë, se nxehet trupi, etj, atëherë është okay. Prandaj edhe klauni nuk i vendos ujin e nxehtë poshtë, se thotë i bën më mirë xhamatit ujë ftohtë. Kështu që s'ka problem. Po edhe po të jetë i ngrohtë, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A e prish abdesin gjithënia? Jo, nuk e prish. Mashallah, pyetjet e para sot që kanë gjitha për abdesin, nuk e prish gjithënia abdesin, s'ka lidhje fare. As abdesin, as agjerimin, nuk e prish. A e prish abdesin e prish abdesin e namazin, nëse e prish namazin nëse rrjedh qumshti gjatë namazit? Jo, nuk e prish. Nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Zoti u dhon të shnetë emër motrave tona, të cilat rrisin fëmijë. Elhamdulillah, Zoti shpërblet, shpërblimin kanë shumë të madh tek Allahu, kështu që nuk prishet as abdesi, as agjerimi, as namazi. Nëse prishet mesi që e ke, atë prishet dhe abdesi? Mesi, ose fërkimi mbi çorape që bëjmë ne, apo mbi meste, apo mbi këpucë, apo mbi çizme. Mesi që ne i japim ka dy situata. Situata e parë, nëse i kalon koha, po ne e kemi akoma abdesin, është në rregull. Nëse i kalon koha, po ne e kemi abdesin. Për shembull, kemi marrë mes për herë të parë dje në namazin e drekës. Kemi marrë mes për herë të parë dje në namazin e drekës. Sa zgjat mesi nëse jemi venali? Deri sot në namaz drekës. Unë sot para namazit drekës mora abdes, i dhash mes dhe hyni ezani drekës. A jam unë me abdes? Po me mes nuk jam. Ama me abdes jam. Nëse unë vazhdoj ta maj abdesin deri në darkët, jam okay. Ndërsa mesi mund ka mbaruar, po abdesi jo. E si pasoj, nëse du me mor abdes të ri,
duhet patjetër të heqim çorapet, lajm këmbët dhe ta fillojmë mestin nga fillimi. Pra, nëse unë e kam abdesin dhe mbaron koha e mesteve, vazhdon abdesin. Nëse unë nuk kam abdes dhe kam mbaruar koha e mesteve, e dyta, situata e dytë, atëherë nuk mundemi të ripërtërim abdes vetëm se me larje këmbësh. Gjykimi për mishin e drerit, jo derrit, drerit është halal. Dreri është halal. Vllai ka pas një lidhje me një vajzë të huaj, pra që ishte edhe besimtar njëkohësisht, dhe familja ime e pranuan. Mirë po pati një debat mes familjes tonë dhe asaj, dhe ata të dy u ndan, pra vllai me këtë gocën. Mirë po vllai akoma vazhdon ta dojë atë dhe ajo goca e don akoma vllain tim. Mirë po, familja ime nuk e pranon asesi. Asesi do thot kurrë. Që ata të jenë bashkë. Por sipas këtyre, ata e çojnë shumë mirë me zveti. Çfarë këshilli jep prindërve të mi? Zoti i rrit prindërit e tuaj, e para gjë, dhe e dyta gjë, mos ndërhyjnë në jetën e dy të rinjve, përderisa ata duhen, përderisa ata mendojnë se e kalojnë mirë me njëri tjetrin. Qëllimi i prindërve është t'i shohin fëmijët të lumtur. Kështu që mos t'u aprishin kënaqësinë. Kjo është një pyetje shqetësuese faktikisht që vëllezërit tanë, shqiptarët e Maqedonisë e ngrejnë vazhdimisht në raport me ne, shqiptarët e Shqipërisë. Cili është problemi? Thot, më ka qelluar në firmën ku punoj, kam pas shumë shqiptarë nga Shqipëria, si Librazhdi, Tirana, Kuksi, Martaneshi e tjerë. Problemi është që këta vëllezër shqiptarë, neve të Maqedonisë, na thonë Maqedonas. Dhe unë thot bëra llafe me njërin prej tyre, dhe ai thot në nxehje si për ta ju jeni Maqedonas dhe realiteti duhet thënë të pëlqeu ty apo s'pëlqeu. Kjo thot më lëndoi shumë, sepse ne lindim shqiptar, flasim shqip, rritemi shqip, hajm shqip, pim shqip, nervozohemi shqip, gëzohemi shqip, qajmë dhe qeshim shqip. Shqetësimi që ka ngrit ky vëlla është me vend, është i saktë. Shqiptarët e Maqedonisë janë shqiptarët Maqedonisë dhe nuk janë Maqedonës. Dhe nuk bën, edhe me fe nuk lejohet, që t'ja ndrosh tjetrin atë identitetin që ka. Dhe fatkeqësisht ne e kemi këtë problem. Flas edhe për veten time, nganjëherë e themi si pa dashje, ose na shkon kështu gojë, por është gabim faktikisht. Dhe i bëj thirrje gjithë vëllezërve të mi të Shqipërisë londineze, mbi të cilën ne jetojmë, që të jenë të kujdesshëm kur flasin me vëllezërit tonë shqiptar të Maqedonisë. Mos ju thoni Maqedonas, nuk janë Maqedonas. Ato për këtë gjë po vuajnë, e kanë vuajtur e po vuajnë gjithë jetën. Ti tani shkon dhe e quan me gjuhën e atyre që ata gjithmonë, domethënë kanë pas, si më thënë, përplasin nëse do të themi kështu me ta, ti shkon dhe i quan në emër të tyre, kjo është vallai gabim shumë i madh. Është mëkat. Prandaj kujdes mos t'i lëndojmë vëllezërit tanë. Vjera qysh në fillim të marrëdhënies me nusën ka pas dëshirë me kontrollu çdo gjë në marrëdhënien tonë mes meje dhe bashkëshortes time. Vjera ka fillu më anku të vëllezërit e nusës. Dhe tanë fisi që dhëndri po na shkëput për i nusës, edhe herë, që ka Vjera nga krahu i nusës. Atëherë, edhe herë, thot Vjera qysh në fillim të marrëdhënies me nusën ka pas dëshirë me kontrollu marrëdhënien dhe nga që nuk e ka leju nusja, Vjera ka fillu më anku të vëllezërit e nusës. Dhe tanë fisi, dhe te tanë fisi, dhe tek fisi, që dhëndri po na shkëput për i vajzës,
Dhe sot kemi 2 fëmijë dhe shpesh e kritikojmë për mënyrën se si u flet fëmijëve dhe ata asaj nuk i pëlqen. Biles thot i ka thonë tanë fisit që dhëndri nuk bën për vajzë tonë dhe nusës e ka thonë ndaju se i rrisin fëmijët bashkë. Nusë është komplet e kënaqur me mu dhe nuk ka qejf me leju vjerën afër fëmijëve për shkak të frikës se si mund t'i flasin apo mund t'i edukojnë apo manipulojnë fëmijët. A kena hak para Zotit me leju me i pa fëmijët tonë në kohën që akoma sot kanë kalu 7 vjetë vazhdon flet keq për dhëndrën dhe për nusën pa i pas asnjë hak. Sa më larg këtë gjallës nga ju, nga fëmijët, nga familja. Sa më larg. Nëse ju vjen për vizitë ndonjëherë, nderojeni, respektojeni, edhe sa më akullnaja raportet. A lejohet ja puthim këmbët nënës apo kjo quhet shirk? Nuk quhet shirk. Po edhe nuk është e nevojshme. Pse kjo lloj sjellje? Se ka thonë Zoti që puthni nënës këmbët as babës. Respektoj, nderoj, kaq. Ka ca njerëz që teprojnë. Ka ca njerëz që teprojnë, kështu që s'ka nevojë. S'ka nevojë për sjellje të tilla, e rëndësishme. Nderohen, respektohen, i puthet dora, po, i puthet dora, nuk ka se problem, i puthet balli, po, puthet në faqes, po këmbët nuk ka nevojë. Nuk quhet shirk, po nuk është e hishme as e kërkuar kjo gjë në fen tonë, se ka thënë askush. Vjera ime prap me vjerën, vjera ime më mëson djalin me shah me fjalë të këqija dhe të pista, mua kjo nuk pëlqen dhe burri nuk i flet asnjë fjalë. Më këshillo se mua kjo nuk pëlqen. Burri, bashkëshorti yt është ai i cili duhet ndërmarrë qëndrim në këtë lloj situate. Ti ke për detyrë vetëm ta këshillosh. Që mos ta bëj një gjë të tillë, ndërkohë që përgjegjësia dhe barra bie mbi bashkëshortin, duhet të jetë ai i cili orienton situatën. Por ti mund të si më thon, bllokosh fëmin prej saj. Që do thotë e man dhomë, e nxjerr jashtë, i rin kokë, etj, dhe që vjera të ketë sa më pak akses, Falem xhuman në një xhami ku imami bëri dua me zë pas përfundimit të parë të rekatit parë. Dhe para se fillon të rekatin e 2, dohet pyesja është kjo praktik në përputhje me sunetin? Jo. Po ndoshta është gabim nga ana jote, ai mund ta ketë bërë duan mbas rekatit 2 para se më shkon sejdë. Edhe ty, nga që është hera e parë, tu ka bërë lëmsh situata. Duaja kunutit bëhet në xhuma, bëhet në mjes, bëhet në drek, bëhet në ikindi, bëhet në akşam, bëhet në yatsin farz, para se më shku, në ruku ose mbasi çohesh nga rukuja. Ndoshta kjo është ajo që ty të ka ngatruar situatën. Ama në rekatin e parë jo. Në rekatin e parë jo, nuk bëhet. Desha me shku në umre dhe më ka thënë djali i vajzës, kur shkosh në umre të shkruash emrin tim dhe ta afrosh ke gurit, ta fotografojsh. Kjo është vetvrasje. Vetvrasja është haram. Islam. Kjo është vetvrasje. Me shku me bë emrin, me shkruajt dhe me shku ke guri, me bë foto, shkon në xhenet aty ke guri, nga guri në xhenet direkt. Kjo është vetvrasje, vetvrasja në Islam është haram. Bile sot i kemi lexuar disa hadithe mbi vetvrasjen. Kështu që thuj djalit vajzës, kur shkojsh ti, thuj shko puthe gurin. S'ka nevojë me shkruajt emra. Nuk ka nevojë me shkruajt emra. A lejo të pish ujë gjatë ritualit të tawafit nëse ke etje? Po, lejohet. Lejohet, mendimi më i saktë është se lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse tawafi është një lloj namazi, po jo si namazi, kështu që ka toleranca. Tezja ime thot kur ha buk mos e fshi pjatën me buk, lër në pjatë pak thërrime,
se duan të hanë dhe me lajqet. Thuj tezës futin e i meze, thuj po me verë halal, ose me musht halal, nga i mushti që bën Adnani, edhe jenë regull thuj tezës. Ka thonë hoxha të në fale plakash, ose si që thot ai miku jonë, larg budallëve. Kështu që s'ka përkundrazi, në Islam është me e fshi pjatën sa më mirë. Pse? Sepse thot nuk dihet ku është bereqeti, nuk dihet ku është marsia, kështu që sa më mirë të fshihet, aq më sevap është. Kështu që teze futin ai meze me halal mrapa mezes, edhe je okay. A lejohet në Islam më bë kumbar ose nun? Jo, nuk ekziston kjo lloj tradite në Islam. Nuk ekziston kjo lloj tradite në Islam. Kur vdes njëri i viret floriri me vete, sepse mua gjyshi ma la amanet unazën e ti, mirë po ha lot e mia, nuk më lanë t'ja merja, sepse thanë duhet me lanë me vete. Ha lot duhet i fusin tas lall të mirë, edhe mos të flasin pa dije. Përkundrazi nuk lejohet që të lihet floriri apo para me të vdekurit, nuk lejohet fetarisht, sepse e pare ai flori duhet ndarë tek trashëgimtarët. Kështu që hallot e kanë fut kot. Hallat ka për qëllim hallat ky, hallot i thoka, nuk e di çfarë dialekti mund të jetë hallot. Nga Korça. Po pse bre Korç në zgënjeni be? Pse në zgënjeni be? Nga e kanë marrë këtë më burr? Të vdekmi duhet me ilon florin me vete. Po pse për shembull? Florini nuk ecën në atë botë. Në atë botë, kur shkon varri vdekmi, florini nuk është se ecën, po të paguja i florinin, për shembull, se t'japin ai lek atje. Khair, inshallah, Zoti e poft mirë. Jam e martuar, punoj nga shtëpia sepse nuk i përgjigjem burrit. Jam e martuar, punoj nga shtëpia, nëse nuk i përgjigjem burrit menjëherë në telefon më akuzon se kam sjell ndonjë burr në shtëpi. Allahu e shëroft, o Zoti i madh, Allahu e shëroft. Allahu e shëroft. Allahu e shëroft. Vendosi kamera aty, futen telefonat kamerë që tjetë online, edhe burri mos të mori mon telefon, po të shofi nga kamera. Zot na ruaj, o Allah, mos na sprovo, Zoti i madh. Ka edhe më keq. Kështu që falenderoj Zotin. Kam bërë zekatin në Ramazan, a bën të jap një pjesë zekatit tani para Ramazanit, lejohet që t'jepet zekati para kohë. Dhe mban mend datën e vjetër, dhe mban mend datën e vjetër. Pas ezanit, a bën dua muezini me mikrofon? Jo, nuk bën, sepse Bilali radhiyallahu anhu, muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e bonte duan me mikrofon mbas ezanit. Kështu që ky muezini nuk është më i mirë se sa muezini i pejgamberit alayhis salam. Bilali radhiyallahu anhu thriste ezanin edhe e bëjte duan me Zot ulët në vete. Kështu që bërja e duas me zë mbas ezanit është bidat. Sajes, Zoti na ruaj prej sajesave. Agjoj të hënë dhe tejtë na file, por këtë herë më duhet të thaja mishin në tym. Edhe pyetja ime është, a është prish agjërimi prej tymit? Jo. Përderisa nuk ka qenë qëllimt nga ana jote që ti nuk ka e rëndësishme, nuk është prish agjërimi, stresi zero. Çoje stresin në ngrirje dhe je okay. Çfarë mendimi keni për këto teoritë moderne që shpirti reinkarnohet? Pra, do të thotë që shpirti njëjtë kalon në disa trupa gjatë historisë të njerëzimit. Ca thonë shkon edhe ke kafshët, vjen nga kafshët, shkon ke lulet, shkon ke fluturat, e kështu muhabetesh. Këto lloj gjëra janë paganizma. Në Islam nuk ekzistojnë. Në Islam çdo shpirt është për një trup. Dhe
Kur vjen shpirti tek trupi, nuk ka qenë tek baftjari më përpara, apo tek rrema, apo tek Zeneli, apo ku diqon. Apo tek Kristofori. S'ka lidhje fare. Çdo shpirt është për trupin e vet. S'ka ngatresa, as nuk ka intervenim, nuk ka interferim. Nuk ka interferim. Jo, nuk ka. Është mashtrim, gënjeshtër, paganizëm. Këto janë paganizma që Islami nuk i pranon dhe nuk i njeh. Nëse jam duke udhëtuar me autobus nga Kosova në Gjermani dhe vje koha e sabahut, a kam për obligim të kërkoj nga shoferi që të ndalet për të falë sabahun? Po. Ti duhet t'ja kërkosh, nëse ai nuk ndalon pastaj, atëherë fale ulur, nuk ka problem. Po që ti duhet t'ja kërkosh patjetër. Dhe nuk është kusht ti thush, ndalohet se du më falë sabahun, po kam nevojë për të vajtur në banjë, edhe ti, kur shkon në banjë, marrë punë të tjera. Po kur burri ka dikë tjetër, çfarë duhet bësh? O durosh, ose ndahesh, nëse nuk gjen zgjidhje, ke drejt me Islam, që se burri ka tjetër me kuptimin e dashnores, ama nëse burri ka tjetër me kuptimin e gruas tjetër, që është martu, martesë legjitime, e ligjëruar, e licencuar, e tjerë, atëherë bëj sabër, ama nëse ka dashnore në kuptimin, atëherë ti mundohu ta zgjidhësh në formën më të mirë, duke folë me prindrit e ti, duke folë me prindrit e tu, duke fut dhe tjerë aktorë në lojë që të zgjidhet kjo lloj problematike, e nëse burri nuk heq dorë, atëherë ty të lejohet me Islam, me fe, të divorcohesh prej tij, ose të durosh. Kam bërë ndërhyrje dhe kam hequr mitrën dhe kam gjakderdhje, a mund të fal namaz? Po, sepse kjo lloj gjakderdhje nuk është gjakderdhje menstruacionesh, është hemoragjik, kështu që po, duhet falesh. Imami pa dashje fali drekën me zë, a duhet të bënte sevi sejdë? Jo. Leximi me zë në namazet me zë dhe leximi pa zë në namazet pa zë është synet. Nëse personi që falet gabon në këtë synet, nuk korrigjohet duke bërë sevi sejdë, pra duke bërë sejdën e cila korrigjon gabimin. Unë bëj lutje në sejdën shqip, siç e keni thënë dhe ju që lejohet, pa mund ta bëj këtë në çdo sejdë, po lutu shqip pa merak në çdo sejdë. Ky është mendimi më i saktë. Sipas asaj që unë besoj dhe mendoj. A bën që femra muslimane të punojnë në një vend që ka edhe meshkuj? Po tani kështu janë punët sot, çfarë bëj? Punë ku ka vetëm femra, apo ku ka vetëm meshkuj, për ne meshkujt, apo ku ka vetëm femra, për femrat është vështirë, pra, ka përzierje. Kështu që fattaqullaha mastata'tum, sa të keni mundësi. Kështu që la yukellifullahu nafsan illa wus'aha, Zoti se ngarkon njeriu tej dhe jashtë mundësive që ai ka. Kështu që Zoti e boft mirë. Në situata të tilla vazhdon pyetja, prap duhet marr pjesë në mbledhjet e kompanisë. Po normal do të marrim pjesë në mbledhjet e kompanisë, normalisht ka rregulla të reja, ka ligje të reja, ka gjëra që duhen sqaruar, kode që mund të ndryshojnë rregullore, kështu që është normale. Është normale. Flasim në situatat siç është rasti i Evropës dhe perëndimi, nuk janë kushtet dhe mundësitë të tjera. A i lejohet një femër muslimane të jetë menaxhere një kompanie? Yes, po. Vetëm të jetë halal aktiviteti i saj. Nëse aktiviteti i kësaj kompanie është halal, lejohet që të shkojë me të, po. Kam 26 vjet
nana, pra nëna, s'po m'len më u martu se kam vllaj 29 vjet. E thot, duhet meren. Po gjete i rast mirë, tamam, vazhdo t'i vlla. Nona, Allah është përbleft, ka dëshirën e mirë, por s'ka lidhje kjo punë. Nuk ka lidhje kjo punë. Se tu prit renin, po t'hik treni. Kështu që martohu vlla, e Zoti e nimoft nonën tate. Desha të bëj një pyetje private. A nëse unë pas më sjell këtu. Fal 5 kohët e namazit dhe çdo ditë mbas sabahut bëj sadaka për hir të Allahut dhe për fëmijët e mi dhe për fëmijët e motrës që më ka vdek. Shumë mirë, mashallah. Allahu të nderoft. Allahu të shpërbleft me xhenet. Allahu të ruaj ty, e fëmijët e tuaj, e fëmijët e motrës, e Allahu të bashkoft me gjithë motrën në xhenet. Amin. Pyetje kjo. Sot që kështë thonë që është ndalu me më vendosë që në gishin tregues, e ke pas fjallën vetëm për unaz, apo edhe për këtu, sepse në këtu ka të shkoj, e fos këtë, edhe shti dore në gjep, edhe bëj dhikër me ta. Se në udhime të larta, se me kërë në vetur kur t'jam, ose pa marrë parasysh kur t'jam, e përdori për dhikër shumë, se në dore në majtë, ashtu në dore në djatë. Në kur e pas që dersin tënë që është ndalu me, nuk e dhja pa të fjallën vetëm për unaza që ka ndonë, apo edhe për këtu të plastikës që ajo në kështë. Sepse kjo po vendos në gisht atyre është pak problem më përdorë, se s'më dësh me bati kështë, ose me qitë ka, e mja bo kështë. Po kjo kështë shumë e përshtasme, s'di sa për vrejnë. Edhe në, kur të ki është dorë në shambull kështë në bledhët, më dësh me bo shumë ledhë dhe kërë. Për këtë arsye, dhe isha me dhe vetë, Allah shpërblet nëse më dësh me masarue. Allah është përblef dhe këtë vllajën që ka bërë pyetjen. Kur kemi folë për dhikërtoren, nuk kemi pas për qëllim kur njëri e përdor për dhikër. S'ka problem nëse njëri e përdor për dhikër, po kemi pas për qëllim kur njëri e lën si unaz aty. Si unaz jo. Si unaz futet me një gisht tjetër. Kur do të bësh dhikër s'ka problem. A mos si unaz, sepse ai që të shef ty tani, nuk e kupton se ç'e duke bë. Kjo që ka prukin foto është normale. Po kaca tjerë që kanë dalë tani janë moderne e kështu në gisht direkt. Kjo duke si unaz. Ti vejnë çdo gisht të dorës, nuk ka problem. Kur bën dhikër, s'ka problem. Amo me e lënë si unaz në gishtin tregues, ka ndales. Si unaz në gishtin tregues, ka ndales. A më quhet mua namazi nëse në shtëpinë time përdoret rakia nga anëtarët e tjerë të familjes? Quhet, nuk ka asnjë problemi. Asnjë problemi nuk ka. Edhe ju jeni dëshmitar që në rrugët tona ka shumë njerëz me nevojë ose lypsa dhe ne nuk mundim që t'i japim gjithëve çdo herë. Dhe ndonjëherë për t'i larguar ata i themi s'kemi. A kemi gjuna? Pas mos fol fare, pse duhet thosh kam s'kam? Ai s'është deklarimi i pasurive. Pse do të rrenjsh, tu pas lek në xhep tu s'kam. Mos i kushton rëndësi fare. Ato duan sa ti shofësh pak, të mlidhen. Fetvaja ime është kjo. Lypsat të cilët e kanë kthyer lypjen në zanat, lypsat të cilët kanë tutor pas tyre, që zakonisht rrinë në për semafore, rrinë kështu andej që tha ne, nuk lejohet me ju dhënë. Është haram. Kush lyp me të vërtetë se është meritor, është nevojtar, lejohet me i dhënë. Po nëse ti, si thot ky, simboloj do të gjithë, s'është kush ti mbulosh gjithë. Pa im drejtohet, thot, o xhaxhi, pash Allahun, sa të shofi çik me mjekër, Allahu don xhenetin. Mjeshtri thot Allahu don Firdausin. Allahu trujt nga dënimi i varrit. E rëndësishme, kështu që s'ke nevojë me thon kam s'kam. Ka do, mos i kushto rëndësi, mos i kushto rëndësaj. Mos i kushto rëndësaj. A dini që është rëndësaja? Ne e kanë morë anglezët këtë fjalë.
Unë kam pasur shumë frikë, nuk mund të qëndroja vetëm sepse kisha shumë frikë. Qysh nga vdekja e gjysh estime. Allah më shiroft. Dhe më ka ndërguar tek një grua që i thoshin uji i frikës, aja t'jep ujin e largimit frikës. Dhe më thonë, e bënte disa gjëra dhe më lagde në trup dhe më tha ta pi atë ujin. Aty brenda kishte disa eshtra të vogël të lidhur me zinxhir. Dhe me lexonte edhe disa dua dhe lutje kuranore. A mos është këndonjë lloj magjia apo çka? Ku e di unë sa budallën ka rrugëve. A menaxhohen gjithë budallët? Uj me eshtra mrena. O zot çfarë bak kjo tokë. O zot çfarë bak kjo tokë. Edhe zbukurimi me ca lutje, me ca kështu, edhe larg këtyre njerëzve, këta janë magjira. S'ka dyshim që janë magjira, nuk ka dyshim. Po ky rasti duhet denoncu. Kjo gruaja që bën këtë ujin e frikës duhet incizu. Edhe me e çu tek këto portalet, me e çu tek piranjat. Se kemi muhabet me ato të piranjat, ose me e çu stopin. Me ja fik llambat. Kësaj. Edhe kur tremet kjo që ti dalin në portalet dhe të çojmë ujin e frikës kësaj. Ti themi pije ujin. Unë përdor dhikërmacin prej kohësh, prapë për dhikërmacin, e që pas kanë keq kuptuar pyetjen time. Unë përdor dhikërmacin prej kohësh për arsye se bëj dhikr rregullisht çdo ditë nga 300 herë, subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dhe 1 deri në 5000 herë astaghfirullah. Mashallah, turit Zotit. A bëj gabim që e përdor? Jo, më vëlla, nuk ka asnjë problemi. Përdor dhikërmacin se je mashallah, mashallah, Allahu të ruaj. A lejohet që të bëjmë me drita makinës tjetër që po na vjen përballë nesh për ta lajmëruar se ka policë? Lejohet. Lejohet. Boja me drita që të kuptoj që ka policë. Lejohet. Policia rrugore ta bëj halal, po lejohet, si gjinovi shkretin pse të mori gjop. Po edhe të uli shpejtësinë, mirë është, mirë. Jemi në bashkëpunim. Desha me hy të bo rauda, pra ka dash me hy me fal namaz ke kopshtit xhenetit. Po nuk më lejmë sepse kam bo vjet dhe duhet kaloj 365 ditë. A më quhet umra? S'ka lidhje fare. Umra dhe po shkove hiç në Medinë, fare, bon umrën, tawafin, sajin, flokët, kthehesh në Shqipëri ndargët, umra është okay. Edhe po shkove në Medinë fare. Jo më rauda që rauda është diçka e pëlqyeshme. S'ka lidhje fare. Stresi 0. A mund të më shpjegosh se çfarë duhet bëjnë familjarët kur vdes një person sipas Islamit? Pasi ne e kemi një traditë që i vdekur i vendoset në mes të dhomës dhe vajtohet. Jo, nuk lejohet të vajtohet në Islam. Nuk lejohet të vajtohet në Islam. Pastaj se ku vendoset ka tolerancë, ka hapësirë. Por që të vajtohet, jo, nuk lejohet. Nëse njerëzit qajnë nga mallëngjimi dhe pikëllimi, lejohet, s'ka problem. Pa bër fjalosje, pa thur vargje, pa thurur elegji. Thjesht qanë robi, dhimbset, është normale, s'ka asnjë problemi fetarisht. Motra është e ndarë dhe ka fëmijë, tani është njohur me një djalë besimtar i cili dëshiron të lidh martesën me motrën time. Mirë, po motra ime refuzon ta pranojë këtë martesë, me arsyetimin se ai është djalë beqar dhe pa fëmijë dhe ka frikë se mos hyn gjuna, duke qenë se ajo ka qenë e martuar dhe ka 2 fëmijë. Fetarisht s'ka problem. Pejgamberi Islam ishte beqar dhe Khadija ishte me 2 fëmijë. Grua e ve me 2 fëmijë. Fetarisht s'përbën asnjë lloj problemi, me fe flas. Kështu që stresi 0. Shkojmë prapë tek formula stresi 0. Ose futen në ngrirje dhe jeni të qetë. Jam një vajzë e re dhe jam nënë një fëmijë dhe jam shtatzën. Burri po më bën presion
stres, nuk jam mirë psikikisht nga fjalët e burrit dhe veprat e tij, nuk më le të dal as deri tek marketi. Jetojmë qytet, sa herë kërkoj të shkoj tek vllai ose te motra ime, më bën fjalë dhe s'më lejon, dhe më bën stres, depresion çdo ditë. Ndërkohë që ajo është gjithë ditën jashtë shtëpisë dhe mua nuk më le as të dal as me fëmin tim. Sa herë që i them që po më bën padrejti, thot shko tek baba yt. Shumë mirë, i ke babi. Lëre. Përderisa thot i ke baba jot, sillet në këtë formë, absolutisht që po. Absolutisht që po. Inshallah ky zën men, ti thua ke baba im, dakord, selam aleikum, merr çunin, edhe i ke baba jot, selam aleikum. Inshallah ky e kupton se çka ka humb, e kupton që nuk është sjell si njeri, nuk flasë si besimtar. Ky nuk është sjell si njeri, jo si besimtar, me besimin s'ka lidhje ky. Kur ky ta kuptoj se nuk është sjell si njeri, atëherë inshallah i vin mend, bashkohuni prapë edhe i vin mend inshallah. Ama abort nuk lejohet me bon, nëse ke për qëllim abortin, s'lejohet, aborti nuk lejohet. Ja, pyetja e ngjashme, po çan këta njerëz valla. Thot, a i lejohet burrit më ndaloj mu familjen time me nejt, ja me fejume më ka marrë afër vetit, tash më ka thonë në pushim nuk guxon me dal me familjen tonë të hiç kurkun, pos në shtëpitë teme. Vlen me cek se shumë herë përdor dhe dhunë. Kur është nervoz thot miri tesha të ikë në shtëpi. Shpejt, ndahu për këtij njeriu. Ndahu për këtij njeriu. Ndahu për këtij njeriu. Kur ai ty s'len me net me shpinë tate tani që je e fejume, merr mend martohesh të kesh fëmijë me këtë. Ushtron dhunë. Merr tesha të ikë në shtëpi, sa herë që ne fjalosemi. Pushim zguxon me shku tek familja. Ç'është ky më? Ky s'është njeri. Dhe falendero Allahun që ky njeri e ka tregu veten tani në fejesë. Urgjentisht. Dhe falendero Zotin, ik për këtij njeriu. Kam bërë sabër thot. Ik për këtij. Burri im është adoptuar dhe nuk e di kush janë prindërit e tij biologjik. Elhamdullah është besimtar dhe mundohet të ketë raport mirë. Jati është adaptiv. Jati adaptiv ka ndrur jetë, ndërsa nëna adaptive është akoma gjallë, 80 vjeç, dhe këtë një raport shumë të mirë. Elhamdulillah. Tani pyetja kush është? A ka problem që nuk i din prindi biologjik? Nuk ka problem, inshallah. Allahu i takon xhenet inshallah bashkë. Ndërsa këta Allah është përblef që sillet mirë, Zoti e nderoft. Që ka pyetje mrapa. Okej. Mirë po burrin tim e ka e brengos situata sa mos e ka obligim t'i kërkoj prindrit biologjik. Nëse mund t'i kërkoj, t'i kërkoj. T'i interesohet në befatrof, si i thon befatrofit, kështu fjalë moderne, një timore. Të interesohet një timore, atje shofi, ndoshta i gjen, ndoshta janë gjallë. Mirë është. Nëse ka mundësi t'i gjej, le t'i gjej, është gjë e mirë shumë. E gjë do të më kuptu se s'ka prind që e lën fëmijën e vet, ka pas një arsye madhore, ka pas diçka që ka ndodhur. Kështu që le t'i kërkoj inshallah. Se vap është. A është e vërtetë se kur jemi xhunub kemi drejt brenda shtëpisë me i bë punë të shtëpisë e me bë bukë të tjerë, dhe a kemi drejt me bë dua e me kënu në sure dhe me hek shahadet? Domethënë kur jemi xhunub a kemi drejt, se thot kemi drejt. A kemi drejt ka për qëllim? Po, lejohen, gjitha këto lejohen, nuk ka asnjë problemi. Kur i ngjes këto në fota, duhet me hek kur marr abdes? Këto. Si quhen këto? Si quhen? Kufje? Stakfirullah. Më? Së është aparat. Ka emër tjetër. Maskarin.
Ja maskarin. Ke parasysh këto që vjen për dhëmbët, për ato që kanë kalu procedurën e telave për shembull, ose janë duke drejtuar nofllat, ndargët i vënë frenat që mos kthehen edhe herë siç kanë qenë. Po ka raste që i majnë edhe ditën. A duhen heq këto kur merret abdes? Kjo është pyetje e bukur, mashallah. Pyetje e bukur. A duhen hequr kur merret abdes? Si thoni ju? Kot. Se uji s'tepërton aty, faktikisht. Ha? Po apo jo? Pse jo? A duhet largoja, kur ke ato s'është larg? I heq dhe i ve, ato lejohet me heq 3 sekonda, shpirt. Justifikimi shëndetësor. Po, kushta jo, kushta po? Me i heq thuti. Po mirë, ato e mund t'jenë shumë shtrënguara. E ti pse flasë kështu se i kam provu vetë. Jenë ca që kur të rasen aty ato vallaj problem është. E rëndësishme. Ku je? Ha. Sa është njëse? Ha. Ngull koma ti? Allah të zot. Nuk ka si lloj problemi, s'duhet i heqi, nuk obligohet që me i heqi. Nuk obligohet me i heq, e gjeti Habibi. Sepse ka vështirësi një, dhe e dyta, sheriati ka thënë me fut ujë ngoj, kështu që ujë ngoj futet, kështu që nuk ka problem, insha Allahu Ta'ala. Ja i pyetje e bukur, përbën në një problem nëse marrim abdes me rrobat brendshme. Asi problem s'ka, inshallah. Ne po marrim dush, përderisa lejohet ndush me rrobat brendshme, i në rregull. Përshëndetje, jam një qytetar nga jetoj në Itali, a gjë s'ndihet mirë. Nëse nuk ndihet mirë, ky person i familjes tuaj, vlla Enriku, çoje knoje diku vlla, knoje diku. Shit në xhamia aty afër, do të ketë hoxh, knoje diku, ose sille këtu ke hoxh Muhamedi, ta knoj Muhamedi. Inshallah, ose i çojmë atë Abdurrahmanin, ja çojmë, u asillim në Itali, inshallah. Kështu që hajër bëv Zoti. A është obligim apo sunet që të arrisim mjekrën? Mjekrën leje si që ka kriju Zoti, s'ka nevoj me rrit, me kultivu. Si që ka kriju Zoti, lëre. Si që ka krijuar Allah, nuk ka nevoj për kultivim. Lëre si që ka kriju Allah. Deri sa të arri 4 gishin. Kur të arri 4 gishin, lejohet krasitja. Kam një pyetje thot që është shumë sensitive. Hajde, bismillah. Dhe pse femra nuk ka kryer asnjë marrëdhënie seksuale më përpara, prap atë natën e parë nuk pati gjak. Sepse tek ne besojnë shumica e njerëzve që femra e virgjë detyrimisht duhet Ka raste, sipas atyre që merren me këtë fush, mjekëve ginekologe, sipas mjekëve, doktoreshave ginekologe, ka raste që ajo është e atill që ka raste. Pra, stresi duhet çu zero, ose fut ngrirje edhe nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra, ndodh. Pra, shkencërisht, klinikisht dhe anatomikisht është okej. Pra, quhet më tat, se kam lexuar për këtë temë më herët, më tat do të thotë elastike. Ndodh që disa femra kanë të tillë, kështu që stresi zero.
e rëndësishme të jetë rob tamam, pastaj këto muhabete Vjera ime ka qenë tek një hoxh, ai ka thënë që sihrin e ke për 20 vitesh dhe e ka prek në disa pjesë të trupit vjerën time. Dhe i ka thënë që e ke të bame, i ka dhënë disa gjëra, mjalt, fara të zeza, fara të mbretit dhe vaj, e disa gjëra të tjera. Dhe i ka thënë me ndëgju disa video në YouTube, a bën me i besu këtij hoxhës. Po mirë, mund ta ketë preket, çfarë problemi ka? Mund të ketë lujt, ka qenë të urrëzu, mund ta ketë shtrëngu këtu për siç i bën disa për shembull. E rëndësishme është që kur bëhet rukja, femra duhet shoqëruar me një burr, me një mashkull. Dhe se kjo prekja nuk duhet të jetë vetëm se kur s'ka zgjidhje tjetër. Dhe duhet të jetë me dorashka, duhet të jetë me kujdes. Kështu. Hajde inshallah. Stresit zero, vjerrën e ke okay. A është mirë vjerra? Kjo ka rëndësi. Pa çka ka ndodh, ka hik. E rëndësishme është që vjera të jetë mirë. Kjo ka rëndësi. Kam parë para ca ditësh thot një ëndër, unë nuk komentoj ëndra, kështu që s'po plotësoj pyetjen. Nuk i komentoj ëndrat. Edhe atë derë të hapim në fillim komentojnë me ëndrat, o zoti i madh. Edhe atë qamet të bëjmë vetes. A bën të shkoj me djalin 1 vjeç e gjys a bën që të shkoj bashkë me djalin 1 vjeç e gjysmë tek varri i vjerrit të dërgoj të lule të bëj dua. Lejohet me bë dua, po jo me i çu lule, se vjerri s'han më bar as lule. Kështu që vjerri duaja i bën dobi, i bën mirë, ndërsa lule jo. Kam dëgjuar se nuk bën me ly flokët me të zeza, është e vërtet? Ka 2 opinione. E disa është bërë kjo pyetje e ngjyrës flokëve me të zeza, sa shumë është bërë kjo pyetje. Edhe unë nuk e di si s'ka ardhur më herët. Për lyrjen e flokëve me ngjyrë të zezë ka 2 mendime. Ka një mendim që thot s'bën, ka 3 mendime, stakfirullah. Ka një mendim që thot s'bën, dhe u mbështet në hadith. Ka një mendim që thot s'ka asnjë lloj problemi dhe ka një mendim që thot është mekruh. Më sakta ndër këto mendime është që lejohet, sepse ka transmetime të sakta se shumë nga shokët e pejgamberit alayhis salam, paktën 7 që i kam arritur me transmetime të sakta, që kanë pas qenë lymë të zezë. Po mirë, po hadithi. Hadithi komentohet në 2 komente. E para, nëse bëhet fjalë për mashtrim. Pra në ato kohë, lyeshin me të zezë, ka pas atëherë më jep kartën identitetit, sa vjeç je. Unë lyte me të zezë, ai, sa vjeç je, 8 muaj. Ndërkohë që ishte 47, për shembull. Hajde merre vesh ti sa është. Pra nëse përdoret me niyetin e mashtrimit, nuk lejohet. Për këtë arsye ka ndalesë. 1. E dyta, situata e parë tham kur përdoret për mashtrim. Çfarë ishte që tham? Kur nuk lejohet tham. Pra nuk lejohet kur përdoret për mashtrim. 1. Një qega, okay. Atëherë nuk lejohet kur bëhet fjalë për mashtrim, kur njeriu pra e përdor këtë gjë për të mashtruar. Nëse e përdor për të mashtruar nuk lejohet. Ndërsa nëse e përdor ka 2 situata thash, po okay. Ka 2 situata. Atëherë kur përdoret për mashtrim është ndaluar. Siç ka qenë përdor. Pra komentimi i hadithit edhe herë. Pra hadithi ndalesa e pejgamberit sa komentohet në 2 situata. Situata e parë kur përdoret për mashtrim. Është haram dhe hadithi është i saktë. Mbaroj. E dyta, lyja me të zezë, nëse nuk është për mashtrim, atëherë lejohet. Po mi hadithi çfarë ti themi, se hadithi thotë ka ndaluar. Hadithi komentohet në këtë formë, thuhet ndalesa nuk është e pëlqyeshme. 1. Hadithi komentohet
thot ky është kapitull i interpretuar nga sahabët. Pra po t'ishte haram, sahabët do t'ishin kuptuesit më të mirë tekstit. Atëherë nga kjo kuptohet se nuk është qëllimi haram. Këto ishin ndjes për këtë ndërhyrjen, po na iku situata, okay. Kështu që lejohet kur nuk ke për qëllim mashtrimin. Lejohet lyja me ngjyrë të zezë, nuk ka asnjë problemi. Në kohën që jetojmë ka tolerancë, pasi ka sahab, shok pejgamberit sa që e kanë bërë, kështu që stresi zero. A e kanë obligim prindërit e mi të bëjnë akikan pasi unë jam 24 vjeç? Jo, po të bëjnë dhe i dasëm. Boje vetë akikan, mos i ngarko prindërit me akika tani. Boje vetë akikan, thuj prindërve, po e bëjnë kurbanet. Po pra. Akikan e vetë thotë nuk kanë bërë mu prindit se s'kan ditë gjë. Themi tani 24 vjeç. Ti duhet thërësh një kope, 24 vjeç. Kështu që nuk e kanë ata për detyrë më, se sa kanë ditë, po ti mund ta bësh. I thuj prindërve gjatë, si është puna? Po i theja 2 kurbane unë me njetin e akikas, jo se e keni detyrë, po kështu tha hoxha, më qërtoi hoxha i ditë, ke pyetje përgjigjet. Kape i çik këtë pyetjen, se është e fortë. Bërja e fejesës mbas datës 15 dhjetor, a përbën problem? Jo, sa është ftohtë. Është problem sa është ftohtë i madh, edhe po ftofeni. S'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare hiç. Me 15 dhjetor, me 16, me 17, me 18, me 19, me 20, me 21, me 22, me 23, me 28, me 30, me 31, me 1 janar, me 2 janar, me 5 janar. Më ka ngeni gjithë të gjëra, alhamdulillah. Thot, sepse hynë në një fazë përfundimi, me qenë se është fund viti. Me që është fund viti, për fund viti, po na përfundon. S'ka lidhje fare, stresi zero. Jam një vajzë 16 vjeçare, fal namaz rregullisht, dhe ka një vit që kur e vendos kryt, pra kokën në sejdë, shoh syt dikujt, mos i myll syt kur je në sejdë. Është gabim. Sepse kur i myll syt dhe je në sejdë, gjaku është poshtë, edhe është normale që tensioni të paraqesi harta, topa, figura, kështu që kur je në sejdë marrin syt hap, edhe nuk shef as sy, as vesh. Kemi një rastvdekje në familje, pastrimi larg xhenazës është bë edhe në Francë, a mo kemi qef që edhe në Kosovë ta pastrojmë prap. Jo, nuk pastrohet 2 herë xhenazja. Vetëm nëse është e nevojshme. Pra ka ndodhur pa pastërtia, ka rrjedh diçka, okay. Ama kështu, jo. Përderisa është bërë larja e xhenazës në Francë, s'ka nevojë më u hap për s'dyti. Nëse jemi në një ambient të hapur, për shembull në një parking ku ka kalimtar, a lejohet gruaja të falet në makinë ulun? Jo, nuk lejohet. Si burri, as burrit nuk lejohet më u fal ul, as gruas. Çfarë problemi ka? Të shtrojë si xhadën, të falet si gjithë njerëzit. Çfarë problemi ka? As edhe problemi s'ka fetarisht. Edhe nëse rrezikon të shihet nga meshkujt e tjerë, po çfarë problemi ka bursa e shohin meshkujt e tjerë? Pa e shohin meshkujt të u fal. Por ata shohin, vëlla, çfarë problemi ka? Kur shkon në supermarket e shohin meshkujt, kur futet në autobus e shohin, po kur shkon në avion e shohin. Thot Kleoni, pastaj bëhu më serioz, thot Kleoni. Nëse jam duke u falur në shtëpi dhe kalim thi pa qëllim prek gruaja, a më prishet namazi? Jo, më nuk prishet, ja, rri qetë. Namazi është okay. Sepse kam dëgjuar se gjatë namazit nuk bën me prek gruan, or s'bën se ti të u fal si ta prekësh. Ama nëse ndodh gabimisht, s'ka problem burr. Stresi sa? Zero. Tani ka ardhur një pyetje interesante, se në këtë faqet që shpërndajnë, nëse ndodh kjo, ke kështu edhe është kjo, thot. Kape? Me janë shfaq? Ta shofim, që janë shfaq? Me në shfaq sa shenja kafe në duar,
dhe më kanë thënë që për të shfaqen këto në duart ke magji, larg budallëve. Kjo është tamam për larg budallëve. Po çfarë lidhje ka? Mund të ketë 312 arsye që shfaqen këto shenja të kafe. Mund të kesh probleme me lçin, mund të kesh probleme me pankreasin, mund të kesh probleme me zorrën e trash ose me zorrën e os. Po çfarë problemi ka? Magji. Direkt këto fetvaxhit e rrjeteve sociale. A e zëvendëson gusli, para larja e përgjithshme, nëse bëhet me niyetin e abdesit, po. Nëse është farz për arsye obligative, po. Kam vajzën që i hoqën flokun e barkut, por flokun ja preu babai vet, pra unë. Por më vonë më thanë që nuk duhet ja priste babai se është gjuna. Stresit zero, edhe larg budallëve nuk ka lidhje fare hiç. Nuk ka lidhje fare. Sot kam bëj xhamen dhe para se më bëj xhamen kam pas abdes. Tani masi e kam bërë, a mu ka prish abdesi? Jo. Mendimi më i saktë është që nuk është prish abdesi, më i saktë. Ka mendim tjetër. Nëse i kthen shpinën Qabes në tawaf, a du ta përsëris nga e para? Kthimi shpinës në tawaf, pra me i kthy shpinën Qabes në tawaf, ka dy situata. Kur ja kthen shpinën dhe ecë për një kohë të gjatë, ajo pjesa duhet përsërit. Nëse ja kthen shpinën në moment, tu fol ose tu taku dikë apo not diçka e tillë nuk ka problem. Ama nëse not për një kohë të gjatë të ecën me shpinë nga Qabja, prishet tawafi. Pyetje, a lejohet me i kthy shpinën Qabes kur del nga Qabja? Lejohet, s'ka asnjë problemi fetarisht. Se s'ka rrugë tjetër, çfarë do bësh, ti kalosh nga sipër. Po mirë, këto që shkojnë në përteqje, në përtyrbe që si kthejnë shpinën, mos i kthe shpinën tha. Se po i ktheve shpinën. Stecmar, dhe më pralla, muhabete, shirku, i dhujtari. I dhujtaria është e papranueshme. Kështu që muslimanët i kthejnë shpinën kujt Qabes, i kthejnë shpinën varrit pejgamberit alayhis salam. A i kthejnë shpinën apo jo? Kur dalin nga varri i pejgamberit alayhis salam, muslimanët që japin selam, si dalin? Me shpinë apo dalin me gjoks? Me shpinën ai ikin kalën, japin selam pejgamberit alayhis salam, Ebu Bekrit, Omerit, edhe vazhdojnë. Varrit pejgamberit alayhis salam i kthejmë shpinën. Ti më thu mu varrin tomor, e varrin kruj, e varri ku dëgjon, gjithanej ka varre, që adhurohen përveç Allahut, që i bëhet shirk. Ja, ata mos i kthe shpinën. Ja. Mirë që ata mos i kthe. Kur e thojmë shahadetin, o Zot, edhe kjo pyetje vallaj bilaj mund të ketë ardhur me 10 herë. Kur e thojmë shahadetin, eshhedu enne la ilaha illallah, apo eshhedu en la ilaha illallah, apo eshhedu en la ilaha illallah, si t'ja bëjnë ato që futen islam për herë të parë, thuhet me nuna, ora vetëm thon shahadetin. Po nga që është pyet një shejх në arabi, po mirë me shejhu flet arabisht, edhe ata janë arab, edhe i kuptojnë këto gjona. La ilaha illallah, Muhammedur, pa e shedu fare, pa e shedu, që mos të ngatroni me nun, me lam, futet, nxirret, hiç. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, është bo musliman. Faktikisht në kam pa disa nga në perëndim, në Evropë, kështu, e thonë, kur hoxha e thot gabim, që faj ka i shkreti? E gjësha njoni që pa e thot dhe njoni qatetit. E shedu, thoshta i shkreti. E në dhaj, po që faj ka i shkreti, fajnë e ka kuj, avdalli. Po me zdit robi me thonë shahadetin e burri mam xhamie burri uj, u dheq 2000 veta ndoshte, tu i thonë shahadetin ati, i thot, e shhedu aj, enne aj, e që faj ka i shkreti që pranon islamin, fajnë e kuj ka kuj avdalli. E shhedu en la ilaha illallah, jo e shhedu el, se si tu lexu Kur'an. Në Kur'an futet nuni ke lëja.
po jo në të folme. Kështu që ato që e kanë thonë me enne janë në rregull ato, fajnë e kanë këto avdajt, shumë si avdalit, që e kanë thonë gabim. Tani, si jemi me kohën? Fiks. Po s'da bëjmë këtë pyetje në shperë kjo pyetja. Ta bëjmë? Ja, është me punë burrash. Hoxhë nderuar, po vllai nderuar, ma bo Allah se ndoshta është pyetje pa vend. S'ka problemi, pranim të gjitha. Ne e dim që kufomat e profetëve dhe të shahidëve në rrugën e Allahut nuk prishen. Të profetëve po, se ka argument. Për dëshmorët ka ndodh, po nuk ka tekst. Duhet jemi shumë preciz. Tani, pyetja ime është, pse varri profeti Alisam vizitohet dhe jepet selam, por nuk hapet në sytë botës që të vërtetohet që trupi profeti Alisam është aty brenda? Mirë, pyetja e mirë është, kjo pyetje interesante, nuk është edhe pa vend shumë. E para gjë, i vdekuri është si i gjalli, ka shenjtëri. Pejgamberi sa më thot, me a thy kockët një të vdekuri, është njësoj si ku me a thy për zgjalli. Për këtë arsye, kur vdes njeriu, i hiqen rrobat sa është i ngrohtë e tjerë që mos ketë problematika, dalje krahu apo dalje kyçi. Tu i heq rrobat të tërheq. Sa është trupi ngrohtë, i hiqen rrobat, i pritën rregullat e tjera. Pra e para se trupi ka shenjtëri. E dyta, se trupat e profetëve janë që Zoti preken trupat e profetëve. E treta, besimi ynë është i ndërtuar mbi ghaibin, besimin në të fshehtën. Pa të e beson Kuranin, po, kush e solli Kuranin? Pejgamberi alayhis salam. Tani do më e pa pejgamberin selam. Pra nuk bën kjo gjë, nuk bën. Pastaj ai tha, sa ishte gjallë, mos ma ktheni varrin në objekt, plotsoje vizite. Mos ma ktheni varrin në objekt vizite. Pra me kuptimin, vazhdimisht, për shkak se sa umre xhi për shkak bën gabim, cili është gabimi ose haxhive. Çdo namaz shkoj jep selam. Po jo më valla nuk ka argument kështu. Ai tha kur të vish, i tha sahabijut, kur të vish, kalon nga varri. Pra ai do ikte kur të vish, kalon. Po jo në çdo sekond. Shkojmë ne ditë me umre xhit me dhon selam, ishte bo atje full. Pse? Sepse njerëzit, ora dhe s'kan faja burrë dhe, ose dashuria për pejgamberin alayhis salam, për jetimi, edhe mendon ai shkreti se mas çdo namazi duhet me shku atje. Po faktikisht nuk është kështu. E rëndësishme, pra kjo gjëja që ka thonë ky vllai, nuk është e pa imagjinueshme. Është e pa imagjinueshme që të mendohet që të vihet në dorë se ju tek njëri këtu në Shqipni me e pa herë. Ka 1500 vjet ky muhabet valla që është me teslim ky muhabet. Kështu që hajër inshallah, hajër boft Zotit. A duhet varroset foshnja 6 mujoshe e cila ka ndruar jetë në bark të nënës, sepse në Gjermani ata e marrin dhe e hedhin kosh? Jo, absolutisht duhet marr, edhe duhet varros, duhet la, duhet qefinos, i duhet fal xhenazja dhe duhet varros. Si u hidh kanë kosh? 6 muaj do të thotë se i ka hyrë shpirti. Shpirti hyn mas 4 muajsh. Kështu që trajtohet si njeri i madh. E funit fare për sot, në perturbimet fetare në xhamia, a lejohet dërat rokitja? Jo, s'lejohet. Po çfarë bëhet? Allahu ekber. Nëse ka diçka interesante, bëhet tekbir. Allahu ekber, la ilaha illallah. Po e dërat rokitje? Elhamdulillah. Zoti na uzoft dhe na falt. Mirë, vëllezër, mjaftohemi me kaq inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.